Përshëndetje nxënës, ja ku takuam sërish në poezinë e radhës Në mundsh nga autori Rudyard Kipling. Një ndër poezitë më të përkthyera në të gjitha kohërat. Tekst i disa këngëve të famshme, interpretimeve skenike e të tjerë. Kuptimi i saj është një letër këshill atërore e autorit për të birin. Për lexuesin shqiptar, kjo poezi ka ardhur me shqipërimin e Fanolit të Vedat Kokonës, por më i parapëlqyeri është varianti i tekstit ton i Robert Schwartz. Duhet thënë që kjo poezi është vlerësuar me çmimin Nobel. Disa fjalë rreth autorit Joseph Kipling. Lindi më 1865 dhe vdiq në vitin 1936. Poet e shkrimtar anglez i prozës së shkurtër. U kthye në vendindje, Indi, më 1882 dhe punoi atje si gazetar. Proza e tij është një pasqyrë e jetës indiane, sidomos e botës së fëmijëve dhe e kafshëve. Disa nga veprat e tij: Libri i xhunglës, Kapitenët guzimtar, Kimi, Sikur e të tjerë. Çfarë do të mësojmë sot konkretisht? Do zbulojmë këshillat që jep autori në këtë poezi. Do zbërthejmë mesazhet e dhëna në të. Do të argumentojmë me fjalët tona dhe do të analizojmë gjuhën e përdorur. Në mundsh. Si fillim ne do ta shijojmë këtë poezi. Në mundsh ta ruash arsyen kur bota humb fillin e fajin ta hedh ty. Dhe vetes ti besosh sa herë te ty dyshojnë, e s'të përfillin, por edhe dyshimet drejt ti gjykosh. Në mund të rish në pritje nga pritja pa u lodhur. E kur të uretit mos u shqesh. Madje, ndaj shpifjeve të rish pa folur, me thjeshtësi, me to parondesh. Në mund të mendosh, por jo gjerë në shkatërim. Të ndërosh, por jo si robë ndërimesh. Ne i detyrosh tot muskule, nerv dhe pulse zemër të shërbejnë. Edhe kur gjithçka duket e kot e të qëndrosh. Kur s'ka asgjë veç vullnetit, që vesh një fjalë qëndro, gjithë një të thot. Nëse armiku ose miku, s'të bëjnë do të vuash, edhe gjithçka e çmon për aq sa meriton. Në mund të mbushësh minuta aq të rënda me vepra që peshojnë, dije dhe mos ki asnjë dyshim, e jotja do t'jetë bota me çka brenda dhe burr do të jesh, biri im. Kuptimi dhe mesazhi. Poezia është ndërtuar në formën e këshillave. Kujt i drejtohen ato? Më të dashur nxënës? Ato i drejtohen të birit. Pra autori flet me djalin e tij. Po cili është qëllimi? Si mendoni? Ta bëj të birin një njeri me karakter dhe një njeri të mirë, apo jo? Pra ta edukoj atë për të përballur me sfidat e jetës. Po mesazhi që përcilet, cili është? Këtë do ta shkruani në formën e detyrës së shtëpisë. Ushtrimi numër 2. Ajo çka të bie në sy në të gjithë poezinë është porosia për ruajtjen e masës, pra të ekuilibrit, të ndjesive dhe të veprimeve njerëzore. Gjeni dhe lexoni me zë vargjet që lidhen me këto mesazhe. Ëndërrimi me këmbë në tokë, besimi te vetja, toleranca, vullneti, arsyeja e shëndosh, vlerësimi objektiv i tjetrit dhe rezultati nga veprat. Ëndërrimi me këmbë në tokë. Në këtë moment ju duhet të keni librin para. Edhe së bashku nënvizojmë vargjet se ku gjenden pra këto që ne sapo thamë. Ëndërrimi me këmbë në tokë jepet në vargun. Të ëndërosh, por jo si rob ëndërrimesh.
E gjetë të dashur nxënës? Në rregull, vazhdojmë. Besimi te vetja. Kërkojmë paksa. Cili është vargu ku jepet besimi te vetja? Dhe vetes ti besosh. Po, vargu i tretë. Toleranca. Ku gjendet toleranca? Në cilin varg? Ku jepet më së shumti? E kur të urrejnë, urrejtje të mos ushqesh. E nënvizoni atë në tekst, në poezinë që keni para. Vullneti. Cili është vargu me të cilin ne mund ta lidhim? Kur asgjë veç vullnetit edhe pasohet nga trepikshi, pra që e le të nënkuptuar. Arsyeja e shëndosh. Edhe dyshimet drejt ti gjykosh. Vlerësimi objektiv i tjetrit. Gjithçka e çmon për aq sa e meriton. Rezultati nga veprat. E jotja do t'jetë bota me çka brenda. Si e kuptoni mesazhin e poezisë në këto vargje? Dije dhe mos ki asnjë dyshim. E jotja do t'jetë bota me çka brenda. Të dashur nxënës, si e kuptoni këtë mesazh? Pra, Jati i thot të birit, dije dhe mos ki për këtë dyshim që bota do t'jetë e jotja me atë çka brenda. Unë po jap një formulim të një mesazhi të gatshëm, por ju do të më sillni në fletoret tuaja mesazhin e formuluar nga vetë ju. Këmbëngulja, vullneti, forca dhe besimi në vetvete bën që ëndrat të kthehen në realitet. Po si mendoni ju? A vlen këto porosi edhe për vajzën? Argumentojeni mendimin tuaj. Sigurisht që vlen edhe për vajzën, no? Ato janë këshilla jete dhe vlen për çdo kënd. Por ju mund të keni edhe mendime të ndryshme. Kështu që, nëpërmjet të rrjetit të diskutimit, kjo do të quhet një pyetje binare, si mendoni a vlen këto porosi edhe për vajzën, sepse ju mund të përgjigjeni me po ose me jo, argumentoni duke dhënë 3 shembuj ose 3 argumente dhe këto i shkruani në fletoren tuaj. Rubrika e fundit, gjuha dhe stili. Ç'vlera stilistike merr në poezi përsëritja e foljes në mundsh? Si mendoni nxënës? Në mundsh ta ruash arsyen, në mundsh të rish në pritje, në mundsh të mendosh. Përsëritja gjithmonë thekson. Çfarë thekson konkretisht? Kuptimin e asaj çfarë thuhet. Vënia në provë e forcës së djalit, këmbëngulja dhe vullneti i tij. Po nëse thonim nëse mundesh, do ta kishte të njëjtin bukur tingëllim? Jo, është më e lehtë të thuash në mundsh, tingëllon më bukur. Poeti e ndërton këtë poezi me fjali ku te pjesa e nënrenditur qëndron kushti që ai i vë djalit. Ai vë theksin te forca e djalit. Si mendoni? Pse e bën këtë? Për ta theksuar e veçuar më tepër? Nga veprimet e tjera që do të realizohen? Nëse plotësohet kushti, si dhe për të vënë në provë forcën e djalit, këmbënguljen,
vullnetin, dëshirën për të qenë një njeri me karakter. Japim disa shembuj dhe e konkretizojmë. Në mundsh të mendosh. Pra gjithçka që ai kërkon nga djali, jepet në pjesën e nënrenditur, jepet në pjesën tjetër. Japim një shembull tjetër. Në mundsh të rish në pritje. Pra gjithçka që ai kërkon nga djali, gjendet tek pjesa që vendoset kushti. Hapat që ju do të ndiqni të dashur nxënës për ta zbërthyer këtë poezi janë: si fillim, do ta lexoni dhe do ta shijoni artistikisht atë. Më pas, do zbërtheni domethënien kuptimin e saj dhe sigurisht në fund do të analizoni gjuhën dhe stilin. Detyrë shtëpie. Mësojeni përmendsh këtë poezi kaq të bukur. Recitojeni bukur atë dhe na sillni video të cilat unë do t'i shijoj. Punë të mbarë të dashurës, ju faleminderit që më dëgjuat. Miru takofshim në mësimet tjera.